Gjesti I habitit të gjithë sot kur reagoi dhe publikisht pas lirimit të tij, duke ndarë me ndjekësit një mesazh të gjatë mbi situatën e fundit që kaloi. Ai pranoi gabimin e tij dhe kërkoi falje për situatën e shkaktuar së fundmi. Nuk jam njeri I tillë, tha ai për fansat e tij, dhe ndihem I penduar për atë që ka ndodhur. Si dhe ndjej keqardhje e nuk do ta përsëris më, tha ai. Ai është dënuar me kusht dhe me një gjob prej 7.000 euro pasi u lirua me kusht. Tani ai mosmarrveshjen do ta zgjidhë në rrugë ligjore. Më vjen shumë keq edhe jam shumë pishman, tha ai. Unë nuk jam njeri I tillë kur. Ai tha se po e ndjek situatën e konfliktin përmes avokatëve të tij. Për momentin është jashtë burgut dhe po shijon lirin e tij. Ai pranoi se veprimi I tij nuk ishte I hijshëm dhe se nuk do ta përsërisi më këtë gjë, por do ndjeki rrugën legale me avokatët, pasi janë bërë shumë padrejtësi nga studioja muzikore dhe se veproi në një moment dobësie teksa ishte I nevrikosur, pasi nuk është ai lloj njeriu, tha ai. Ju si mendoni, kush ka të drejtë në këtë rast? Komentoni. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.